Ua. Falja motrës se nuk ka bë asnjë mekat. Pikërisht tu kemi çka të flasim brenda, sepse ne momenti që kemi shku në Evropë, ne nuk mund të jemi racistëm. Nuk mund ta kemi racizëm në shpirt dhe në zemër. Edhe unë jam kundër atyre edhe kundër vetvetes, të cilën nuk ja kam dëgju zemrën dhe ndjenjat e çdo motre. Pra unë mbas 5 vite ja kam fal motrës time dhe jam shumë i lumtur. Okej, unë kam gjithmonë qef më martu me një shqiptar, por nuk kam me trimëri dhe nuk kam më bujari kur e pranon dikend edhe ja pranon ato që e thot zemra një motrës ose një vëlla nëse e don dikë. A ke taku partnerin e motrës? Live? Ende si ja kem po, e kam taku. Qysh ka qenë takimi me ta? Ende po unë e kam njoft përpara sepse ata kanë qenë në klasë. Okej. Edhe ai ka qenë, siç vllau im ju i njihni që vllau im është edhe një kompozitor, një diator, se kompozitor është fjalë e madhe, dhe është një këngëtar shumë i njohur si këngën me Ushtari rrugës me Stresin, edhe ai ka punu te vllau im në studio. Edhe vllau im edhe sot kësaj dite ai bën klipe, bën masteringe, kështu që kemi studio përbashkët. Edhe na vetëm një gjë na ka pengu që ai pse s'na ka tregu. Më është pak besprem, në shqiptar unë nuk e du besprem, domethënë. Edhe këtë e kam qujt pak besprem sepse nuk më ka pëlqyer që s'm ka tregu. Edhe ajo ikja motrës me atë bashkim nuk më tani pas 5 vjet kur e kam pa që një ëndër babait tim, atë do ta tregoj në reality show, edhe aty e kam thirrë në telefon. Takimi wow, më rrallë trupin. Ka qenë takimi më i brillant, ka qenë dhe më i dhimbshëm jetën time dhe më i mirë ka qenë takimi me motrën time. Kur e kam pa që ka një vajzë, edhe që kërjes, edhe që më ka pëlqyer më shumë që nuk po viktimizohem këtu, po tregoj se këto janë ndjenja dhe lotët për shpirtit, për zemrës. Që më ka pëlqyer më shumë që babai im ka pas qef emrin Adelina, Vlora edhe Valentina. Edhe ajo e ka vë emrin e vajzës Valentina. Edhe më thot, ja po të njoftoj me vajzën time Valentina, edhe aty s'kam pas shka, edhe kam pa.